Në klinikën infektive në Shkup, si pasojë e gripit, ka ndërruar jetën një burr 69 vjeç, duke shënuar viktimën e dytë nga gripi këtë vit. Përveç gripit, pacienti ka pasur edhe sëmundje të tjera. Drejtori i klinikës infektive Fadil Cana tha se pacienti nuk ishte i vaksinuar kundër gripit stinor. Cana shpjegoi se pacienti ishte sjell në gjendje të rëndë shëndetësore me bronkopneumoni masive të zhvilluar. A ishte trajtuar në repartin e mjekimit intenziv dhe ishte vendosur në ventilim mekanik. Simptomat e tek ai kishin zgjatur 5 ditë para se të pranohej në spital. Te pacienti i cili ishte në gjendje shumë të rëndë u vendos në respirator. Për fat të keq edhe pas të gjithë masave të ndërmarra nga ekipi nga stafi mjekësor, fatkeqësisht mbaroi në mënyrë fatale. Pacient të shtrirë në klinikën për sëmundje infektive me grip janë dikund afër 30 pacient, nga të cilët disa kanë nevojë për mbështetje me oksigjen. Nga këta pacient një është në gjendje të rëndë, i cili është në aparat respirator. Kryesisht moshë e vjetër, janë pacientë të cilët kanë shumë komorbiditete dhe janë pacientë të cilët nuk janë të vaksinuar. Sipas drejtorit Fadil Cana, fakti që shumica e pacientëve në gjendje kritike janë të pavaksinuar përbën shqetësimin kryesor për autoritetet. Sipas mjekëve, vaksinimi nuk është thjesht një procedurë administrative, por një domosdoshmëri etike për grupet e rrezikuara, të cilët e kanë të vështirë të përballojnë virusin vetëm me imunitetin e tyre të rënduar nga sëmundje të tjera. Këto dy raste, të cilët mbaruan fatalisht, edhe njerë është një alarm se prevenca është mënyra më e mirë. Do të gjithë grup mosha, të cilët gjenden në pjesën e moshave të cilët duhet të vaksinohen, në grup mosha të rrezikut, siç i quajmë ne, ato duhet të vaksinohen kundër gripit. Në raste të ato paraqiten simptomet, cilët edhe njerë i ritheksoj, cilët janë me temperaturë të lartë, molisje dhe pacient me simptomet cilat janë të ngjashme me gripin, duhet me njerë të kërkojnë ndihmë mjekësore nga mjeku. Deri më tani, mbi 79.000 qytetarë kanë shfrytëzuar mundësinë e vaksinimit falas. Megjithatë, me rritjen e numrit të rasteve me grip, mjekët kujtojnë se çdo vonesë në vaksinim apo në kërkimin e ndihmës mjekësore mund të jetë me kosto të lartë për jetën. Brenda ditës, në klinikën infektive, kryen rreth 100 kontrolle të pacientëve me grip, nga të cilët, siç tha Cana, shumica janë raste ambulantore. Nga data 5 deri më 11 janar, në vend janë regjistruar 2322 raste të prekurve nga gripi, apo sëmundje të ngjashme me gripin, që është 34.6%, më shumë në krahasim me javën paraprake, kur kishte 1725 raste.